Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfaqësuesi Berlini zyrtar në Prishtinë kritikon vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për mos dekretimin e listës serbe në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ambasadori gjerman në Kosovë, Reinhard Rudolf, kërkoi që procesi zgjedhor të jetë i lirë nga manovrimet e aktorëve politik. Në një postim në rrjetet sociale, Rudolf deklaroi se i vjen keq për sjelljen penguese të disa anëtarëve të KQZ-s në refuzimin për të certifikuar listën serbe për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Rekomandimi për certifikimin e listës serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit, mori vetëm 2 vota pro, 2 kundër dhe 7 abstenim gjatë një mbledhje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Lista serbe mund të ankohet ndaj këtij vendimi në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kritikave ju bashkangjitet edhe ambasada amerikane në Prishtinë. Kryeministri Albin Kurti refuzoi të komentojë deklaratat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi mos certifikimin e listës serbe për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas ambasadës amerikane, të tilla veprime dëmtojnë stabilitetin e Kosovës dhe interesat e Shteteve të Bashkuara, përfshirë rifillimin e dialogut strategjik mes dy vendeve. Të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike, ishte thirrja e ambasadës amerikane në Prishtinë. Ministri për Ropën dhe Punët e Jashtme Lisa Spiropali gjatë takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s mbajtur në Bruksel rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për mobilitetin ushtarak dhe rolin qendror të korridorit të tetë si arterie strategjike e gatishmërisë së NATO-s. Ne dhe aleatët mbetemi të përkushtuar në modernizimin e infrastrukturës, harmonizimin e procedurave dhe rritjen e kapaciteteve për lëvizje të shpejtë si kontribut konkret për sigurinë kolektive të aleancës, shkruan ministria. Në takim diskutohet rëndësia strategjike e avancimit të lëvizshmërisë së trupave dhe pajisjeve ushtarake në rajon, si dhe ftesa shqiptare për të mbajtur një takim ministerial të vendeve nënshkruese në fillim të vitit të ardhshëm në Tiranë. Diskutimet mbi rëndësinë e korridorit të tetë si një element për përmirësimin e lidhjes infrastrukturore, mobilitetit strategjik ushtarak u konfirmuan dhe nga ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut. Gjatë mbërritjes në takimin e shefave të diplomacive të vendeve anëtare të Aleancës në Bruksel, Timço Muçumski pranoi se në diskutime janë jo vetëm korridori 8, por dhe Ballkani Perëndimor, si dhe ndikimi i madh nga Rusia, Kina dhe aktorë të tjerë të përfshirë. Apeli Muçumskit erdhi pas takimit me homologun italian Antonio Tajani. Shërbimi qeveritar në Maqedoninë e Veriut pranon rëndimin e gjendjes shëndetësore të kryeministrit Istra Mickovski. Në këtë kusht është njoftuar anullimi i pranisë së tij në forumin afaristë të Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Në forum marrin pjesë mbi 200 kompani dhe së paku 300 punonjës që ka për qëllim intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik. Përpara mbajtjes së forumit në qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut, zëvendës kryetari i qeverisë dhe ministri për marrëdhëniet mes bashkësive, Stolković, dhe zëvendës kryeministria e qeverisë së Republikës së Serbisë dhe ministri i ekonomisë, Adriana Mesarović, nënshkruajnë memorandumin e bashkëpunimit. Më herët ata kanë vizituar 2 kompani, ndërsa në deklaratën për mediat vlerësohet potenciali për bashkëpunim mes dy shteteve, posaçërisht në pjesën e industrisë ushqimore. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.